Era frinte fortate mëngjes te ftohtë vjeshte, kur rrugët ishin bosh, sikur e gjithë bota po përgatitej për momentin që po afrohej. Ishte një mëngjes i çdo qeter për Klaren, një vajzë 9 vjeçare që buzëkeshte gjithmonë me. Si të kishte gjë shkelkimunik, flokët e saj bjonde dhe sytë blu duke sikur paskironin rrezet e diellit në mënyrë maggjepsese. Ajo ishte rruges për në shkolle, si çdo ditë, por atë ditë fati po përgatit të injektese tragjike. Ajo ishte kapur për dorë me kenin e saj, Maksin, i cili me veshje të tita medenj të gezofine arte, e ndikte me besnikeri të palekundur. Klara e donte gjithmonë shokerin e Maksit. Ai nuk ishte thjesht një ken, ai ishte shoku, i saj, i besuari i saj. Por atë ditë, gjithçka do të ndryshonte në mënyrë të pakthjeshme. Makina e humbur nga shpeshtësia dhe pakujdesja e shoferit të nxituar, po lëvizte në rrugë e pamatur. Klara, pa i venere, ishte pranë vendkalimit, të kembes orrev. Maksi, i cili kishte këne gjithmonë mbrojtës, lehtë duke u përpjekur të paralajmeronte, por ishte tepër vone. Zhurmaj frenimit të papritur, e ngjekur nga një përplasje, jehoj ne agjer. Trupi i Klares u hod në toke me forse dhe Max u hod në krah të saj, duke u përpjekur të arrinte vajzen, por goditja ishte fatale. Makina u largua me shpejtësi, duke lënë pasëgj ngjeg gjurme shkatërrimi të timgjegje. Ajo që dikur ishte ngja mëngjes me të keshura dhe gezi më këtinë ngje makt të heshtur. Koha dukej se kishte ndalur kur mberit ndihma e pare, por ishte të përvone. Klara me trupin e saj të brishte dhe të lenduar, nuk rezistoj. Gjeta e tij u shua për një hera, pa paralajmerim, pa asnjë moment lam të mire. Në momentin që ajo u largua, Maxi këndroi ati, pranë saj, duke lehur, duke kare, pa kuptuar se çfarë po ndodhte. Ai nuk e dinte se do të ishte momenti i tyre i fundit së bashku. Zëgjimi do të behej pas dite dhe pikellimi pushtoj të gjithë të pranishmit. Prinderit e Klares ishin të pangushelueshem, duke u përkafuar. Me njeri qetrin, pa fjale, boshleku ishte absolut. Arkivoli i erret prej druri këndronte në kënder të dhomez, dhe rreth taj ishin lullet të ira e formaldehidit, por asgjë nuk mund të zvogelon të dimgjen kendi hegjace. Maksi tani pa vajzen që i kishte trashtuar gjithmonë si gjallin. E saj këndroi ati, duke ngullur si te arkivolit. Nuk u largua, sikur e kuptoi se ki ishte fundi i një historie që nuk e imaginonte kurrë se do të kishte një fund kaq të papritur dhe tragjik. Gjenim beti pranë arkivolit i heshtur me si të ngullur, sikur priste që Klara të zgjohej dhe të perket helte serish si dikur. Ai ishte i humbur, në një det emocionesh që nuk mund t'i kuptonte. Ishte vazhtimi i një miku, i një shpirti. Këtani ishte larg, por dashuria dhe besnikeria e të cilit duke se i kishin më betur. Sa herë që dikush i afrohej arkivolit per të i beren deri me të fundit, Maksingrin të koken dhe leshon të njëlit të bute, sikur të terriste Klaren, sikur të kerkonte tek të hej. Asgjë nuk mund të shpjegonte intensitetin e dimgjes së tij. Asgjë nuk mund të kishte kuptim në atë moment ankti dhe konfuzioni. Maksi nuk e dinte se si mund të vazhdonte bota pa Klaren, të ndoshta kishte të drejtë. Në fanti, fundit, një pjesë e të gjithëve atje në atë moment ishte zhdukur gjithashtu. Boshlaku dhimgja ngjengja se jeta nuk do të ishte me ngjajta. Të gjitha këto të perziera në një vorbul ngjengjash. Por e të keshtu, Maksi nuk u largua, ai këndroi pranë arkivolit, me si të trishtuar dhe një këndrim të perkullur, sikur misioni i tij i vetëm tani ishte të priste. Pritja dukej, se zgjati për gjithmonë dhe as pesh për gjithë dhe shikimet e të pranishmeve nuk mund të ndryshonin realitetin e asaj që po ndodhte. Klara ishte zhdukur, por besnikeria e Maksit ishte ende ati, e paprekur. Ishte një skeni dhimgjegje. Pa mase, një dhimgje që askush nuk dinte ta kuronte. Dashuria e Maksit për Klaren me gjithë vuashqet ishte me e fortesis do shpgjegim. Boshleku që la vajza nuk do të plotesohej kurre,
por keni do t'i këndronte prane besnik deri në fund. Ai nuk e kuptonte vdekjen, por kuptoi si mikesja de dashuria I Clares ishin ato ke imbashten gjale, në dersa te gjithë kanin, në dersa minutat zvarriteshin nga dale, Maxim beti nëngje heshtje te telle, duke pritur momentin kur dimgja do te kalonte, kur me ne fanti, mund të pushon të prane mi këtë taj me të mirë. Por ai moment nuk do të vinte shpejt, dimgja sa po kishte filluar. Zëgjimi vazhdoi, por per Maxin, koha duke se kishte ndalur ati, prane arkivolit, ne shokerin e Clares. Zëgjimi I Clares zgjati per disa ore, por duke si kur koha po, ndalonte. Njerëzit ishin në zi, trishtimi ishte I varur në agjer dhe gjengjes brazetje, varej si një rembi te gjite agje. Arkivoli, tashme I retuar me lule dhe kushtime, duke një prani e vazhdueshme në kenderte ati vendi. Por ishte e pamundur te anashkalohej mungesa e vajzez. Maxim beti prane arkivolit, besnik si gjithmone, me si te ngullur te druri I lemuar. E nuk e kuptonte, por ngjodimjen e çdo personi të pranishem. Atigi mungonte Clara në një mënyre unike kë vetem, dikush ke kishte pasur, andon gjëhere një mik besnik mund të kuptonte. Ndërsa njerëzit vinin e shkonin, Maxi këndronte, odi I palevizor me një veshtrim të trishtuar. Pa fjale, trupi I tij ishte I tensionuar, veshjet e tij vigjilent per lëvizjen me të vogël, ai ishte duke pritur për diçka. Çfarë, ai nuk e dinte, por shpirti I tij duke se priste, një lam të mire kë nuk ishte gati ta gjepte. Prindërit e Clares ishin të largjet, të zhitur në pikelimin I tyre. Ata nuk mund të shikonin arkivolin pa kuqtuar vajzën e tyre, pa kuqtuar buzekeshjen që ndrysua bote. Boshleku në zemrat e tyre ishte me I tellesës do fjale mund të shprehej. Në shtu septe dhomis, pikelimi duke se kumbonte, si një jehone e larget, shkete suesi, Max me gjithate nuk u largua, ai nuk levizi as per një sekonde. E dinte se diçka nuk shkonte, por çfarë mund të bente. E ishte thjesht ngjeken, dhe le brenda, ai dinte që Clara nuk do tek të hejme, por nuk mund të pranonte. Besnikeria e tij ishte me I madhesesat e kuptuarit I dimgjes. Se ti, në një moment një nga te afermit e Clares, një teze e larget u perpokti afrohaj Maxit per të shperkendruar, duke u perpjekur të bente te largo hej nga arkivolit e te shkonte në një sep tjetër të domis. E gjosh tri per të perkedelur, koken e taj për Maxi veteme shikojate, me shprehjen e te të zbrazet, sikur të thoshte jo, nuk mund të shkoj, me I duhet të pres, ajo do të kthehet I di kë do të kthehet. Sita e Maxit ishin, dhe grullër dhe te perlotur, dhe frime margja e ti ishte renduan, sikur po perpikis të kupton të pse po ndod të e gjithë e gju. Vele brenda, e duke se e dinte se ai ke donte me shume ishte zhdukur, por ai nuk mund të mos shpresonte se disi Clara mund të kthehej ende. Sa do njerëz ke u perpoken të shperkendronin, Maxim beti prane arkivolit me besnikerine, që mund të kishte vetem njaken. Nuk I interesonte se çfarë e shikonin njerëzit e qere. Ajo që kishte rendasi ishte ajo që kishte në zemrën e tij, lidhja unike e patjeshme me Claren. Dashuria që ata ndane ishte diçka që ne kalonte të kuptuarit njerëzor, diçka që askush atje nuk mund ta kuptonte plotësisht. Koha vazhdoi, të zvarritet nga dale dhe me dhimgje. Kaluan ore, por Maxi nuk levizi. Ai ishte I lodhur, por shpirti I tij nuk pranoi të largohej nga ai vend. E ngjuse kishte një angazim, diçka që duhej përmbushte, diçka që nuk mund të haj. Ai nuk e dinte se çfarë ishte saktesisht, por ishte ati duke pritur. Ndërsa nata afrohaj, zgjimi duke I se merrte njëton me të zimte. Disa njerëz filluan të tonë lamtumire, ndërsa të tjerët këndruan ati në heshtje, duke reflektuar per humbjen, por Maxi nuk levizi, nuk I hoki syte nga arkivoli. Ai nuk do të largohej, jo para një lamtumire, jo me pare se Clara ishte vërtet në pake.
Në dersa të ftuarit e fundit thanë lamtumirën e tyre të zgjaj Clares, me zerin e saj të mbitur nga trishtimi, ju afrua edhe një herë Maxit. Ajo u perpokta për këtë helte përseri, por këtë herë ai nuk u tërhok. Ajo në gjeu diçka të çuditshme, si një gjengje se diçka shumë me, e madhese një dhimgje e teshte po ndorte. Maxi po mbante disi diçka. Ai priste momentin kur mund të përmbushte premtimin e besnikeris e ndaj Clares, edhe henese, do të thoshte të priste për gjithmonë. Ndërsa ai nata kalonte, këtësia e zgjimit behajshme i trashe, sikur diçka i afer do të ndotte. Maxim beti ati, i vendosur dhe i pa kompromis, gjemik besnik dhe i heshtur. Lamtumira e fundit nuk kishte ardhur ende, por askush nuk e dinte se çfarë kishte. Erdhëm gjaperat e moment kakte, mbushur me dimgje dhe dashperim. Agimi po afrohesh dhe zgjimi po merr të fund. Vetëm disa të ftuar mbetën në dhomo, të mbeshqelen në një heshtje të rëndë. Lodja pushtoi fytyrat e të giteve, por askush nuk dukej i gatshëm të prishte ketësinë e atij momenti të zimte. Max, megjithatë, nuk lëvizi. Se ta e tigje ishin ende të ngullur në arkivolin e Clares. Sikur të priste, sikur të besonte ende se ajo do të kthehej disi tek ai. Keni ishte i raskapitur, por dukej se nuk i tregonte. Se ta e tigje, tellësisht të trishtuar, ishin ngullur në arkivol. Here pas here, ai do t'i hidte një sinjeresve perët ti, por shpejt këtë hejnë vigjiljen e ti të heshtur, duke pritur per diçka këj askush që ter nuk e shite. Pikërisht atëherë, për një moment të shkurtër, ndodhi diçka e pazakonte. Në qeptet homes, në na e Clares unë ngrit nga dalin e kembe, me si te e skukër dhe të frire nga të karat. E gjo shikoj Maxin, i cili këndronte prane arkivolit të dimgja kë në gjune. Ate moment u paskiruan e si te e saj. A gjo e dinte kë edhe keni e në gjente mungesen e vajzes se saj, por në një menyre kë askush që ter nuk mund të kuptonte. Lidhjet e përbashketat e Clara dhe Max ishin të patjeshme dhe kjo ishte e dukshme në çdo lëvizje të Max. Ai ishte nezit e heshtur, me tele se çdo fjale mund të shprehej. Lenaj Clares e singadale drejt Maxit me hapati buti, po thuajse ndërues. Ajo u gjungjezua pranë Kenit, duke zgjatur dorën per ti perke dhe lur gezofin. Max, me gjite vajgjet e tij, nuk u largua. Ai kendroj atje, duke pranuar gjestin, e dashuri se por duke mos i hekur si të nga arkivoli. Pikërisht në atë moment, ajo foli me ne zë të ngjirur dhe të thjerë. Max, ti ishe shoku i saj me i mire, i disa shume të donte. Maxi nuk reagoj me njëhere. Trupi i tij ishte i tensionuar, sikur ai ende përpikaj të kuptonte gjithçka që po ndodhte, por edhe kështu besnikeria dhe dashuria e tij për vajzën dukej se ishte me e fortese çdo dhimgje. Nëna e Clares vazhdoi të përket helte Kenen, duke u përpjekur të gjepte pak ngushëllim, por fjala e ngushëllimit dukeshin boshe, sikur nuk kishte asgjë që mund ta lehtësonte atë dhimgje. Arkivoli ishte ende ati, kak përfundimtar, dhe ajo e dinte se vajza e saj nuk ishte me ne atë bote. Dhimgja e hëmgjes ishte e padurueshme. Ajo mbilisi te për një moment, duke u përpjekur të fokusohej në preksen e Kenit, duke kërkuar një lehtësim nga agonia. Maxi nga ana e tij, duke se ende po priste diçka. Ai nuk u largua, sikur një angazhim i heshtur e mbante ati, pranë arkivolit me Claren. Bota rreth tij u zhduk, e gjite ajo që kishte rendesisht zbrazetja në zemrën e Clares. Mëngesa e shokes se saj të cilën e nuk mund të kuptonte. Ishte një natë me heshtje absolute, por vajtimi i Maxit ishte i dukshëm. Ai nuk e dinte se çfarë do të thoshte fund, por në se misioni i tij nuk ishte krierende. Ai kishte një kelim dhe do ta përmbushte deri në fund. Ndërsa nëna e Clares këndronte dhe u largua ngadale, duke hedhur një veshtrim. Të fundit në arkivolin e vajzës së saj, Maxim beti vetëm edhe një herë në vigjiljen e tij të vetmuar. Heshtja e gjithë zgjimit ishte akjethelesa duke i sikur gjeltiti botën përreth. Ai ishte ati duke pritur, me i vendosur,
Se kur reperte për mbushur premtimin e tij, edhe pa e ditur se cila do të shtellamtumira e vërteta. Por në ta ishte ndë largë përfundimit, dhe ajo që do të ndodhte me pas ishte përtej, të kuptuarit të gjithëve. Diçka do të ndodhte, diçka që askush nuk mund ta imagjinonte. Maksi këndroi pranë si një kujdestari heshtur I gatshëm, të bënte gjithçka që ishte e nevojshme. Por çfarë priste, lamtumira e fundit po vinte, por askush nuk e dinte si do të ishte. Nata ishte e të led e zgjimi I Clares duke se kishte ndaluar në kohë. Vendi ishte krejtësisht I heshtur, përveç zurmes së butej, të frime marrjes së mbitur nga ata pakë ishin ende të pranishëm. Nena I Clares, dukshëm I lodhur, ishte tërhekur për të pushuar dhe të ftuarit I qere tashme ishin. Larguar nga doma, tani vetëm Maksim beti pranë arkivolit. Veshtrimi I tij I fiksuar, I pandrishuar dhe prania e tij e heshtur me e rende se çdo fjale. Mersi ishte I këtej, si një fantazme, por mendja e tij nuk ishte I këtej, ai ngju diçka pa vend, diçka që askush tjetër nuk mund ta kuptonte. Putra e tij, I cila me pare ishte mbështetur butesisht në anit e arkivolit, filloi të lëvizte instinktivisht. Trupi I tij u tensionu atëhe ai ngriti kokën, duke nxjerrë një energji të ndryshme në agjer. Ai e dinte që Klara nuk ishte me ati, por ajo që ngjeu në ati moment ishte diçka që nuk mund ta kuptonte, diçka po ndodhte. Në ati moment e beri hapin e pare drejt arkivolit, me si ta ende të ngulur të pronari I tij I dashur. Maksi nuk po shikonte vetëm arkivolin, po behej gati të bente diçka që askush nuk mund ta parashikonte. Filloi të ylerje me zete ylet, një dridhje e ylet, po të huese e padukshme që I gjehoi në gjoks. Floket ju ngritën majat dhe në trup ju krygjua një tension I pazakonte. Maksi ju afrua edhe me shume arkivolit dhe putra e tij e përparme, prekulehte drurin e arkivolit. Kishte ngjere diçka. Nuk ishte një ere as një ze, por një ngjësi e çuditshme, sikur arkivoli mbante ende diçka. Maksi nuk mund të kuptonte, por instinktet e tij po I bertisnin për të vepruar. Pa hezitim të metajshem, Maksi dëngje shtyqethe me forse mbreselenese, filloi të tërhiqte arkivolin. Tembet e tij prehende në fulla ju shtrengua, ndërsa përpikej të hapte arkivolin e rende prej druri. Doma ishte e erret dhe lëvizjet e tij, dukeshin pothuajse të dëshpëruara. Tensionin e agjer urrit, sikur vetë ambienti ta ishte në pezull. Megjithatë, askush nuk e kishte vënë vendosmërinë e Maksit deri në atë moment. I të pakanetarit të familjes që kishin mbetur, në dome ishin në gjengje të lodhur të tëlle, dhe askush nuk dukej se I vuri re lëvizjet e Kenit. Por Maksi nuk u ndal. Ai nuk e kuptonte, por nevoja për të bere diçka, për tu, e vruar me shume me Klaren, ishte me forte se çdo arsi. Ai u tërhoqte druri kërkasi, sikur të ishte shtrembëruar në peshen e asaj që Max po përpikej të arrinte. Ai u përpok përseri, putrat e tij të përparme lëviznin. Furishëm mbi arkivol. Por gjurma që pasoi ishte aq I madhe, sa që tërhoqi me njëherë vëmendjen. I atyre që ishin ende në dhomej. Nena I Clares, I cila ishte të dera I korridorit, shikoi prapade pas e çfarë po ndodhte. Zemra I ndaloi për një sekondë, vrapoi përsëri në dhomen e ndëngjës. Skena ishte surreale. Maksi me hembet e ngulitur fort në dru, përpikej të hapte arkivolin. Si të e tij ishin ngulur në objektin që kishte përballë, sikur po përpikej të arrinte diçka kës. Njerëzit nuk mund të shihnin. E vepronte me një instinkt, diçka të lehtë të pashpjegueshme, duke sikur keni e dinte se kishte ende diçka që duhej të bente, diçka që duhej të arrinte. Nëna e Klarës këndronte ati duke pare, duke mos ditur se çfarë. Të bente. Max, çfarë po ben? Berti ajo, por zeri saj nuk ishte gjë që tërveç se një peshperi që e frikësuar. Ajo ju afrua Kenit duke u përpjekur ta tërhiqte, por ai rezistoi duke mos u larguar asnjë centimetër. Kenny, me muskujt e tensionuar nuk u dorezue. Ai u tërhoq me fort, sikur po përpikej të shpëtonte Klaren nga diçka e padukshme. Çdo lëvizje ishte me urgjente, me e furishme.
Koha duke se pozvaritej dhe doma ishte e mbushur me një tension të dukshëm, pa pritur, ndodhi diçka e pa pritur. Ndërsa Max vazhdoi të tërhiqte arkivolin, një zhurmë e vogël e ulet por e karte erdhi nga brenda. Nena e Clares, e cila tani ishte vetëm pak metra larg, ngriu. Si te sa gjuzgjeruan dhe ajgjoberin gjiha prapa e befasuar. Zëri duke se vinte nga brenda arkivolit, diçka po levizte atje, diçka që duhesh të kishte heshtur për gjithmonë, por duke kene se trogje dukesh gjo reale dhe e pashpjegueshme, a gjo nuk mund të trashtonte ate ke po ndodhte. Keni nuk ndaloi, dhe ngjenja se diçka tjetër do të ndodhte u be me e forte, me intensive, diçka po shpallosej. Maxi, pa e kuptuar gravitetin e momentit, vazhdoi të tërhiqej edhe me i forte i vendosur. Arkivoli kërsiti me perpjekjet e Kenit, por me pas, para se nena të mund të leviste, një forse e padukshme duke se ndaluik gjithë qka papritur, heshtje absolute. Egjite dhoma duke se mbante frimen dersa të egjite shikonin Maxin me putren endit e vendosur në arkivol. Nuk ishte me ze, vetëm veshtrimi i fiksuar i Kenit, sikur të kishte bere diçka të rëndësishme, sikur të kishte përmbushur një i fat. Ai ishte i raskapitur, por veshtrimi i Titani ishte i këti, sikur të kishte arritur një i kelim. Heshtja ke varegje mbi vikgjilgje por endohegj, sikur muret vete ajri, po ishtininte pranishmit të përbalishin me diçka, ke askush nga ne nuk mund të kupton të plotesisht. Maxi, Kenny, shtrihej i palevizur në dishemene, eftohte të mermerit, me putrat e shtrira per parati, me sita e ngullur në arkivol. Ai nuk ishte larguar, nga krahu i Clares ke nga momenti i pare ke agjo e per kafoj. Zgje nuk do të detyron të dorezohej. Nëna e Clares ishte e paralizuar, ende duke u përpjekur të përpunonte ate ke kishte ndodhur disa qaste me pare, ndërsa Max u përpok me dëshperim të hapte arkivolin. Fjalet i dështuan, por pesha i asaj ke agjo kishte pare ishte e pamundur të ingjorohej. Agjo e dinte se dashuria e Maxit per Claren ishte e papershkrueshme, por kjo dukej si diçka per te që du kuptimin e rezor. Diçka e mbi natyrshme, ndoshta, por pa dishim diçka e vërtete. Doma ishte pothuajse bosh, varrimi pothuajse kishte përfunduar. Disa të aferme ishin larguar duke lene, pas ata ke kishin mambetur për të mbillur siklin. Por prania e Maxit, i cili refuzoi të largohej nga krahu i Clares, duke se pengonte ke gjithçka të përfundonte vërtet. Besnikeria dhe dashuria e tij për Claren ishin të pathjeshme. Gjo ishte skena e fundit që du të gjepte, gjithçka ishte e heshtur. Por kishte diçka kënde pulson në atmosferen e domes. Diçka që askush nuk e dinte se çfarë ishte, por të gjithë e në gjenin, dhe thelle brenda të gjithë e dinin se nuk ishte fundi. Maxi me sita e lodhur por të ngullur, në drurin në arkivolit, unë ngrit nga dale, me putrat që i dridheshin nga dobesja, trupaj të indihe i brishte, sikur pesha e pikelimit po e dermonte, por mendja e tij ishte e pastër, zemra e tij ishte e kete me ate që donte të bente, pikerisht kur ju afrua serish arkivolit, si te e Maxit, tani te perlotur, duke shin të ngarkuar me një forse të pangjohur. Ajo ngjit pranë arkivolit me kujdes dhe këndroi ati më mbi objektin që me pare kishte këne vetëm një kuti e thjeshtë, por që tani per Maxin ishte diçka shumë me e madhe. Ai, duke se nuk kishte frikin nga vdekja, ai tesh donte ta ishte me afer Clares, e në gjuse disi agjo ende e dagjonte ate. Nëna e Clares e sila këndronte pranë arkivolit, shikonte pa fjale, pa levizje. Agjo e dinte se nuk kishte asgjë që mund të bente. Agjo kishte humbur Claren, vajzen e saj të dashur, por gjo Maxin. Ai ishte ati, ende besnik dhe po ak. I dashur sa kishte këne gjithmone. Nuk donte të humbiste rastin, e fundit për teten e lamtumirae, Maxi me putrat e per parme në arkivol, shikoj nënen e Clares dhe si te e tij duke se mbanin një pjeqe.
Duke sikur e dinte se diçka me ema dhe po ndodhte. Ajo diçka edhe pas vdekjes së Clares mbeti ende për të gjetuar. Diçka mbetej ende për të bere. Ai me pasi da kapakut të arkivolit një shtitje të bute me koken e te, sikur të kërkonte legje për të pare edhe një here. Nuk donte të ndahej sa do e dimshme të ishte. Ai donte të gjentin grotesin e Clares, a romene le kurese saj. Prekjen që ende jehonte në kujdesën e tij. Ajo kishte kene shokeruese e tijit e editani, pas vdekjes së saj, ai ende kërkonte ate, ende donte. Në ate moment ndodhi diçka e mahnitshme. Kapaku i arkivolit, i cili dukej se ishte i mbyllur, nuk ishte me plotësisht i sigurt. Maksime përpjekjen e tij të heshtur. E bëriat e të levis të lete, vetëm një levizje e vogël, por e mjaftueshme që të gjithën e dhome të shihnin se çfarë po ndodhte. I ema e Clares u drodë, zemra i rritë fort të site. Ju mbushen me lot. Ajo e dinte se Max po bente diçka me shume se sa thjesht një gjest lam të mire. Arkivoli nuk u hap plotësisht, por mjaftoi levizja e vogël për të ndryshuar gjithçka. Tele brenda të gjithë të pranishmit në gjenin njën gjengje deshperimi dhe shprese të përzira se bashku. Dukej si kur shpirti i Clares ishte. Ente ende i pranishem, dhe Maxi ishte zgjedhur disi për diçka për taj vdekjes. Ai ishte lidhja e fundit midis gjates dhe vdekjes, fili i fundit i lidhjes midis botës së te gjallëve dhe botës së tev dhe kurve. Maxi e shikoi edhe një herën e nen e Clares. Dhe pastaj, me një psheretime, u largua nga arkivoli, nga dale, sikur pesha e të gjithëve të kishte zene me në fund. Ai ishte i raskapitur, për sita e tij të mbushur, ende me një përkushtim, ju të pakuptueshëm shkelkenin. Ai kishte bere, atë ke duhej të bente, pikërisht atë herënje në gjengje e papërshkrueshme e mbushi domen. Nje e re i lehte frynte nga dritarja e hapur, duke shellenje këte si të pashpjegueshme. Nena, e Clares shikoi arkivolin dhe se të e sa gjo në ngullen në diçka. Ajo nuk mund të shpjegonti, por u duk sikur, per një cast, Clara ishte ati. Ajo mund të ndjen të pranine e saj, sikur shpirti se bigjes, po silte disi, paken këta gjithë kishin nevoja. Maxi, tani duke u zëmbrapsur nga dale, trupi i tij me i rende se me pare, u shtri prane arkivolit, i ludhur, por me nje. Zemër të lehtë, ai nuk po përpikej me të hapte kapakun, ai ishte në pake, ai e kishte përmbushur misionin e tij, sikur të kishte kryer detyre. Ai kishte marrë frimen i fundit të dashurisë dhe Clara me gjithëse i larget, ishte ende me të, sikli ishte mbyllur. Arkivoli ishte ende i paprekur, por tani disi duke me i lehtë me i hapur. Diçka ishte leshuar, dhe Maxi me një veshtrim të fundit në arkivol, mbylli sytë i raskapitur, por i kete. Dashurine e jetës e tij, Claren, nuk e kishte lënë vetëm. Ajo ishte lagua me te në shpirt, se bashku për gjithmonë.